Nisim nga zhvillimi i fundit, meqense ju pavarësisht se jetoni në Gjermani, sigurisht i ndiqni zhvillimet. Këshilli i Ministrave ka firmosur shkarkimin e Erion Veliajt sot, pasi Këshilli Bashkiak e nisi për shkarkim me shumicë votash ditën e dieshme. Sot në fakt është firmosur edhe shkarkimi zyrtar, i cili do të pasuhet nga njohja e vakancës nga ana e Presidentit të Republikës në Bashkinë e Tiranës për të shpallur pastaj edhe zgjedhjet parakohshme, por nuk e dim nëse zoti Veliaj, i cili sapo është shkarkuar, do ta ankimoj këtë në gjykatën kushtetuese. Megjithatë, si e shihni ju këtë situatën e zotit Veliaj, i cili është shkarkuar me direktivë politike të zotit Rama që në datën 11 shtator? Ju falenderoj për pyetjen, është një pyetje me shumë vend. Mua më duket që shkarkimi i zotit Veliaj është tepër i rëndësishëm edhe për shkak të situatës politike që është Shqipëria, sepse rasti i zotit Veliaj do krijojë një precedent të mëvonshëm për gjithë kryetarët e tjerë të bashkive që do kenë probleme. Shkarkimi në këtë formë, në këtë mënyrë, tregoi edhe një herë që komplet pushteti që ngritën nga zoti Veliaj në bashki, duke fituar zgjedhje, duke krijuar një makineri votash, tregoj më në fund që gjithçka që bëri ishte një fllus sapuni. Një fllus u shfry dhe pam që fryrja e kësaj ishte edhe nga mbështetjet e tij, që besnikët e tij që në Këshillin Bashkiak e pam që votuan kundra. Pra, nuk është se ditë mbrojtë të krijojë një pushtet, një mini pushtet nga bashkia brenda qeverisë Rama. Shkarkimi i tij është tepër i rëndësishëm, por mendimi im është që kushdo që të jetë kriminali më i madh sikur të ishte, këtë do vendos drejtësia nëse ka faj apo s'ka faj, si të qoftë çdo shqiptar me që jeton në demokraci ka të drejtën të dëgjohet. Për mendimin është gabim fatal që nuk u mor parasysh fjala e tij, qoftë të ishte direkt në sallën e mbledhjes ose të ishte online nga burgu. Them që mënyra, fakti që 10 vjetësh kamera nuk hyn në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, por hyn pikërisht atëherë për të filmuar, për të fotografuar atë që shponohet brenda, pa qenë zoti Veliaj. Jam shumë i sigurt që po të ishte zoti Veliaj në sallë, nuk do kishte kamera, pra nuk do merrve se çfarë do thonë. Një farë mënyre është një mur izolues mes zotit Veliaj dhe publikut. Qartë, por sigurisht që kjo hap një precedent, pra shkarkimi i zotit Veliaj, siç e thatë edhe ju. Një precedent i cili në fakt ka të bëjë me atë që shumë komentues e trajtojnë si marrjen e kompetencave të pushtetit vendor nga ana e zotit Rama, sepse kujtojmë këtu që ai u shkarkua me vendim politik, se po të ishte thjesht për çështje të procedurës, ai duhet ishte shkarkuar që në muajin maj, besoj, apo jo, kur u bën 3 muaj, pasi ishte në mungesë në punë. Po, sigurisht, po zoti Rama ka të gurin dhe arrën në dorë. Arrën e thyn kur do të vet. Tani ka në moment që ta thyej arrën. Ai mund të ankohet në gjykatën kushtetuese dhe mund të marrë drejt. Problemi është akoma më i madh që dhe çdo vendim i gjykatës kushtetuese Rama nuk e merr parasysh, sepse Rama ka dhënë shembull. Pra, një farë mënyrë me një qark vicioz që çdo vendim që të merret nuk ka asnjë rëndësi. Ne pam edhe në sjelljen e tij në parlament që thjesht i thot kryetarit mbyllë seancën, hidhen votim bëjtë, kështu që nuk është se ka në rëndësi se kur dhe si do shkarkojë zotin Veliaj. Ai do shkarkohet, politikisht e ka vrarë. Me sa duke ju ofruar shumë dhe për i projekt në kallo, po këtë do të tregoj koha prapë. Qartë. Ju thatë që me gjasa mund të ankohet edhe në gjykatën kushtetuese, megjithatë ju besoni që ky është një proces, po themi, i pakthyeshëm për zotin Veliaj, edhe nëse ankohet në gjykatën kushtetuese. Sigurisht nëse ankohet, edhe mund ta fitojë çështjen, por kthim se kryetari i bashkisë nuk besoj, leqe me atë që ka bërë zoti Veliaj, që këtë që parashikojmë ne, që na kemi parë në media, është që nuk besoj të dali pa lagur nga kjo çështje. Kështu që një farë mënyrë Rama e di, sepse prapaskena e di Rama se çka bërai, është i sigurt, pranë edhe merr vendime të tilla dhe tamam ajo që thash që thyn arrën kur të doj. Tani është momenti, punon sipas një skeme, shumë i ditur, shumë i organizuar, tani ka gjithçka në dorë, pra ku ka dhe gjykatë kushtetuese në dorë, imagjino që parlamentin po apo. Qartë. Në fakt, kjo çështja e zotit Veliaj lidhet në fakt edhe me krye bashkiak të tjerë dhe rasti e solli që një tjetër krye bashkiak të merret i pandehur nga SPAK-u për shkelje të barazisë në tendera, për një skem, po themi,
të ngjashme ndoshta me atë 5D e Bashkisë së Tiranës, është kryebashkiaku i Kolonjës Erion Isai. Së pari dua t'ju pyes, janë të shumtë kryebashkiakët të cilët po dalin me probleme. Si e shihni ju këtë çështje të pushtetit vendor? Në fakt, opozita ka vënë duke vazhdimisht dhe me fakte, e ka denoncuar me dokumente, me fakte çështjen e kryebashkiakëve. Problemi është që çdo politikan dhe çdo parti politike, qoftë shikosh një partinë ose një duhet të ketë një cip politike. Dhe ne shqiptarë themi që kur të plas cipa nuk e ndikon dot, nuk ka asnjë mundësi ta ndikosh te atë kthesh mendjen tjetër ose të bësh një ndryshim atë. Fakti që shumë kryebashkiak janë në burg të akuzuar për korrupsion, për vjedhje, për bashkëpunim me mafian, kjo tregon që këto nuk është se janë arre që hanë pas shpinës kryeministit, po kryeministi i di, mbase ka një presion të jashtëzakonshëm nga ata, kështu që nuk është se është në gjendje të bëjë një gjë të madhe, kështu që ai vazhdon qeverisë me atë që ka në dorë. Dhe po të ishte një qeveri normale, një shtet ligjor, një qeveri normale do të kishte rënë disa herë. Do të kishte rënë çdo 2-3 javë për çdo të akuzuar, çdo kryebashkiak që akuzohet. Fundit edhe kemi diskutuar dhe herë tjera edhe çështja e Spakut, çështja e gjykatave që aty punohet me shumë ngadalësi, kështu që është një kompleks shumë i madh i përzierë në Shqipëri që gjëra nuk funksionojnë. Mbi gjitha nuk funksionon drejtësia, sepse edhe këtu në Gjermani, po të mos funksionon drejtësia, do ishte një katastrofë vërtet, por për fat mirë këtu funksionon dhe asnjëri zguxon të bërë këtë marrëzira që ndodhin në Shqipëri, që kryetari i bashkisë jep tendër kujt doj, vjedh sa doj, ndihmon këtë doj, blen vota, shit vota. Kështu që është një marrëzi e përgjithshme politike në Shqipëri. Pra shkurtimisht ju ka plasur cipa. Pik. Qartë, po në bazë të precedentit që vendoset me zotin Veliaj, duhet që edhe kryebashkiaku tjetër, ky Erion Isai, të shkarkohet. Besoj që Rama, sipas jush, nuk do ta ketë problem këtë gjë. Mbase po bë kështu që një shitje me shumicë, tani që ka shumë kryebashkiak që mbase edhe shkarkon para se të vinë zgjedhjet, caktoj zgjedhjet e reja, zgjedhjet për kryetar bashkie, kështu që mund të ketë edhe të tjerë, mbase tani do i denoncoj vetë dhe 20-30 sa të kishte kryetar nën kryetar, ti pastroj se në fundit është dhe koha për të forcuar strukturën e tij, biznesit e tij edhe në për komuna dhe bashki, kështu që tani ka rastin. Shiko, ka një problem, besoj që do të kemi zgjedhjet parakohshme në shumë bashki. Ndoshta duke përfshirë edhe këtë të Kolonjës, nuk e di tani sepse është ndoshta herët për të folur, por do të kemi zgjedhjet parakohshme në shumë bashki. Ju e shihni këtë si mënyrë që zoti Rama të forcojë strukturën e vet, apo si një mundësi që opozita të fitojë, po them, këto bashki ose ndonjë prej tyre, si e kuptoni? Tani them që Rama në një farë mënyrë do të ripërtëri, sepse besnikët i ka patur gjithmonë, por ato që i kanë rrshitur, ato do i zëvendësojnë me këto të tjerë. Kemi para të qeveria, ndërsa për Partinë Demokratike unë nuk shikoj shumë hapësirë faktikisht që të rifitoj këto bashki, sepse në trend është zoti Rama, janë avatarët, kështu që është tepër vështirë të mundësh Ramën me avatarët. Pavarësisht se skandalet janë shumë të mëdha, po themi në këto bashki, dhe ndoshta opozita mund të kishte një kartë morale, apo jo? Po, patjetër, në radhë pa opozita është e papërgatitur, po në radhë të dytë ndjeshmëria politike e votuesve është tepër ulët dhe unë kam bërë thirrje disa herë dhe tani me që kam rastin mund t'i pyes ato socialistë që i dhanë votën dhe i Ramës dhe i dhanë 88 mandate. Si ndihen tani pasi dëgjojnë gjithë këto skandale në televizor edhe që të burgosur kryetar bashkisë, me vërtet një njerëz që punon në bashki në Shqipëri mund të jetë i mbrojtur duke ndërpërmjet votës, nuk është shkarkuar nga Rama sepse ka dhënë votën Ramës, po do të mendoj pak më tutje edhe për fëmijët e tij. Besoj që do pendohet për atë që kam bërë tani, sepse në fundit, nëse rrit fëmijë në Shqipëri, është gjë tjetër, por nëse fëmia do ikë shtetit, besoj që do ndjet i vetmuar dhe do kujtohet pas disa viteve siç e bëra vetes që me vërtet shpëtova veten, u tregova egoist, shpëtova veten time, por nuk ndërtova vendin me votën time, kështu që nga kjo që nuk ndërtova vendin, fëmijët më ikën dhe do ngelen prapë vetë në Shqipëri me një pension qesharak. Qartë, mirë, duhet kalojmë në një çështje tjetër tani, të flasim pak për kabinetin e ri të kryeministrit Edi Rama. I prezantoi
i prezentoi ministrat në datën 11 shtator, një javë më vonë ata u votbesuan në kuvend dhe u betuan një ditë më pas tek presidenti i Republikës. Kemi rikonfirmime, siç është rasti i zonjës Balluku, kemi zhvendosje brenda qeverisë, zonja Mirela Kombaro në Ministrinë e Arsimit, zonja Albana Kuçiu nga Shëndetësia tek Ministria e Brendshme, zonja Elisa Spiropali nga kryetare e kuvendit në Ministrinë e Jashtme, po kemi edhe emra të rinj, si zonja Evis Sala, tashmë në Ministrinë e Brendshme, zoti Besfort Lamallari, ministër drejtësie, e të tjerë për të mos i përmendur të gjithë. Ju e keni ndjekur këtë çështje, çështjen e emrave të qeverisë. Çfarë komenti mund të jepni për kabinetin Rama 4? Për mendimin tim, kjo qeveri është qeveria e Edi Ramës, po jo qeveria e vendit. Gjithë ato që ka marrë vetë, ose janë njerëz besnik, ose janë njerëz që kanë zëvendësuar ata që nuk kanë qenë besnik. Unë nuk shikoj në ministër që ka me të vërtet potencial energji të tij që do sjell diçka të re. Gjithçka që thuhet, gjithçka vendoset është prapë se prapë është kryeministri, kështu që pjesa tjetër është lojë. Mënyra se si janë zgjedhur më duket jo njerëzore faktikisht. Unë kam një ndjesi tjetër politike, më falni që po shpreh kështu, nuk është njerëzore sepse e ka bërë sikur është në Big Brother ose është një festival muzike europiane që ai konkurruesi nuk e di që ka fituar dhe i deklaron në mbledhjet e partisë dhe njerëzit çuditën, surprizohen. Është një surprizë e pakëndshme. Po të më thoshte mua që të më zgjedh ministër në këtë formë, faktikisht do isha shumë kundër. Por nëse do arrijnë sukses në gjë, do sukses janë të Edi Ramës, nuk janë sukseset e ministrave, sepse nuk është se Edi Rama ju le hapësirë për të parë me të vërtet që një ministër zhvilloi vendin, mori një projekt ose disa projekte i zhvilloi, sepse në fundit kryeministri mund ndrohet në çdo moment, kështu që janë thjesht i rrin LPP e kryeministrit, edhe këto po dhe qeveritë e kaluara. Kështu që të vesh një grua ministre të brendshme, dakord, për Europën bien sy për mirë që Edi Rama punon shumë me gratë dhe grua është një forcë e madhe, por nuk besoj që do sjellin ndryshim, sepse çdo bëhet shketa. Kanë qenë gjithë ato burra ministra dhe nuk kanë arritur të bëjnë ndryshim, kështu që nuk shikoj thjesht një farë rokade që shkosh hiqe nga Ministria e Turizmit edhe çohet te kultura ose hiqe nga shëndetësia, çohet këtej thjesht është një grup i vogël besimtar të zotit Rama, por unë nuk besoj që do sjellin në rendiment në ndryshim madh. Fakti që ministrat i nxjerr nga kryetari i parlamentit, ministri i jashtme, sigurisht që është në peshë Shqipërisë, është një person me traditë, me përvojë në politikë, por unë nuk besoj që do sjellin ndryshim. Është thjesht siç është bërë mësuar zoti Rama të bëj fasada, nuk është mësuar të ketë thelb, të ketë përmbajtje, të ketë palc brenda. Kështu që unë nuk kam ne besim madh që thjesht do shtym me tutje të mbajë këto 4 vjet, edhe përgatitet të krijojë një makineri për marrjen e votave, siç ka po fillon tani me Bashkinë e Tiranës, thjesht që është një mekanizëm shumë i fuqishëm që PD-ja ka shumë pak shanse ta fitojë. Do të flasim edhe për opozitën, po të ngelim pak te qeveria. Nuk e di nëse unë e kuptoj qëndrimin tuaj, po nëse ministrat përmbushin kriteret teknike sa i takon plotësimit kapitujve të hapur, duke qenë se kryeministri e ka vënë këtë si piksynim, po them, dhe zotim të madh fushatës negrimin në Bashkimin Evropian. Unë them që shqiptarët duhet ta dinë që ky përshpejtim faktikisht nuk është se ka ardhur se zoti Rama ose qeveria ndër vite i realizoi qëllimet. Ky përshpejtim i kohës ka ardhur edhe për shkak të stadit aktual të teknologjisë dhe të përkthimit. Në shteteve tjera do të themi të vërtetë që është datë vite edhe për të përkthyer dokumentat në disa gjuhë, që dhe Parlamenti Evropian të vendos. Për fakti që tani nëpërmjet ChatGPT-s ose programe tjera, përkthimet janë shumë më të shpejta dhe kjo i ka krijuar një lehtësi të jashtëzakonshme qeverisë shqiptare për fatin e Shqipërisë dhe për fatin tonë, që ty më shpejt, por që nuk është në këtu në Shqipëri u zhvillua industria, u zhvillua kjo ajo, nuk është se ka një sukses të madh në drejtat e njerëzit, në drejtat e pronës. Për mendimin tim nuk vetëm ka përkeqësim, nuk ka përmirësim. Qartë, okej. Të flasim pak për atë që zoti Rama synoi ta bënte sensacion dhe e bëri me shumë sukses, sepse u paraqit edhe në gjitha mediat ndërkombëtare, siç është Ministria Inteligjencë Artificiale për mbarvajtjen e prokurimeve publike. Tani, a mendoni ju që
transparenca në lidhje me prokurimet publike do të rritet si pasojë i kësaj ministres inteligjencë artificiale? Do të jenë kriteret më të forta, më të kontrolluara? Si e gjykoni këtë? Me që më pyesni, po ju përgjigjim, po për mua faktikisht diella është një banalitet, asgjë më shumë, nuk ka asnjë vlerë më shumë. Sepse siç ju thash, zoti Rama mësuar të bëjë tip sensacione kështu fasadash, por që Dakord, po kapi faqet e para të mediave. Po marrim parasysh të më ta lënë kishëm fshat, është nga stadi aktual që ka Shqipëria në teknologji edhe në fushën e teknologjisë informacionit, Shqipëria shumë dobën në aplikimin e teknologjisë. Po shikoni në Shqipëri, pagesat online ose pagesa me kartë ose gjithë infrastruktura e pagesës online dhe teknologjisë është shumë e ulët. Në Shqipëri ka kesh pafund, por nuk ka teknologji. Kjo është një fasadë thjesht për të dukur, për të bërë zotin Rama të ndjen gjithë botën dhe edhe e forta pse bën Rama këtë brenda Shqipërisë është një karrem që jo ka hedhë më mediave, jo ka hedhë shqiptarëve për të patur një temë pak më të ndjeshme ose më interesante për shqiptarët se sa zoti Veliaj, se sa incineratorët, se sa vjedhjet e naftës, vjedhjet në gjithë Shqipërinë. Kështu që është një taktik e tij që, do të them, çudia më e madhe e Zot Redit edhe këtë Rama hedh pas herë hedh informacione të tilla. Unë nuk besoj që ministria e prokurimit do zgjidhë një gjë. Thjesht është një farë dorë pas kësaj ndodhet Rama, po sikur bëj gabim. Kjo diella të bëj gabim diku, kush e ma përgjegjësinë? Unë çudi që edhe presidenti e firmos në dekret që ministra digjitale diella kështu duket një kështu. Kjo është thjesht për të rënë sy, bota ka përmendur është e vërtetë që në gjitha mediat e botës po sensacion se si ka mundësi që për mua është një pyetje edhe tjetër, si është ka mundësi që ka një përgjeshëm sa që një vend kaq i vogël nga Shqipëria pa teknologji, pa zhvillim, pa gjë fare, ka këtë guxim që bën një ministër një program digital. Po mirë, nuk besoj fare. E kuptoj. Jo, është e vërtetë konstatimi juaj që ka nivel të ulët të përdorimit dhe të dijes teknologjike në Shqipëri, por a nuk është kjo një mënyrë se si të fillojë dhe teknologjia të integrohet në vendimarrje se dikur do të fillojë diçka? Përdorimi i teknologjisë, pra për të rritur dhe nivelin e teknologjisë. Po ju besojnë që do të fillojë me diellën? Apo ju thoni që diella është e fundit fare, nuk fillohet me diellën? Është çdo njeri dhe në familje ti ka shtëpi sa lek çon shtëpi. Edhe ke ka siguri sa lek çon shtëpi. Ju dini shumë mirë që Albania është vjedhur, e stërvjedhur, dhënat e shqiptarëve i ka gjithë bota, gjithë shtetet terroriste edhe shtetet pa sigurt i kanë dhënat tona. Më thënë, Shqipëria ka investuar shumë pak në sigurinë kibernetike dhe ka këtë stat që ka, po ne jo gjithë shqiptarët janë kaq pa nivel sa të mos e kuptojnë që kjo është thjesht një show. Shqipëria nuk ka një nivel sigurie, ja kanë marrë dhënat, ja kanë marrë gjitha, dhe bankat e Shqipërisë, edhe shumë gjëra që Shqipëria ka një probleme tjera ku ta fillonte dhe jo me diellën, por thashë është komplet show. Tani njerëzit harrojnë në Erion Velian, kalon ekspres, nënshkruan kryeministri edhe në rrezik edhe gjykatës kushtetuese i bën presion që të marrë vendim shpejt, sepse nëse ka shkelje të procedurave për shkakimin e Veliat, po të jenë gjyqtarë që janë me integritet, do ta kthejnë mbrapa. Dhe kjo është shtyje, nuk është se do ta kthejnë punë, po do ta kthejnë mbrapa që është për të filluar për të bërë procedura normale. Ana Ellës është thjesht një show që për mendimin tim as nuk ja vlen është thjesht një program, një avatar. Po. Rama pra mi ka dy avatar, një ka në kompjuter, një ka në kryetar parlamenti, kështu që keni parë dhe vetë që nuk ka demokraci. Në fundit shqiptarët edhe prandaj dhe ikin se çdo ditë, çdo moment shikojnë që nuk ka demokraci, nuk ka liri. Qartë, mirë, le të kalojmë pak në një çështje tjetër që është më serioze dhe që lidhet me programin ekonomik të qeverisë, lidhet me të ardhurat, me pensionet, me investimet. Është zotuar kryeministri Rama për pensionet deri në 400 euro dhe jo më të ulta se 200 euro, rrogën minimale 500 euro dhe mesatare 1.200 euro. Është zotuar për ujë 24 orë në ditë për investime të mëdha publike, 700 kilometra rrugë, e të tjerë. Duke bërë edhe një krahasim me vendet të Bashkimit Evropian, se mbase
me Gjermaninë është pak e tepër, se Gjermania është një ndër vendet më të zhvilluara të botës, i treti ose i katërti. Po me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, a jam brin dot Shqipëria me këto masa që të kap, po themi, standardin e jetesës së këtyre vendeve në këtë 4 vjeçar? Unë besoj që Rama nuk ka asnjë problem me premtimet. Premtimet, çdo 4 vjet i ka bërë premtimet. Ç'është çfarë ka arritur. Unë duket shumë e turpshme që një politikan pas 25-30 vjetësh dalë thot prapë që do të siguroj ujë 24 orë. Ky publik nuk mendon që çështja e ujit ka qenë gangren dhe mbetet gangren? Me këtë do na marr votën prapë në shqiptarëve? Me ujë. Me ujë. Premton do heq cisternat, premton vendet në Velije, premton Ramës çdo vit, brenda edhe shqiptar prapë japin votën. Kjo është faj shqiptarëve, nuk është faj i Ramës faktikisht. Nëse ne besojmë prapë na gënjejnë, a ka qefti besoj vetë se viso gënjej aty. Po ku do marr lek për të ngritur pensionet? Ku do marr lek? Pse s'tregon, pse s'bën transparencë Rama ku do marr lekët? Pse nuk ka transparencë të ardhurave, sa hyjnë, sa dalin? Pse s'bëri transparencë për paratë të tërmeti që morin nga Bashkimi Evropian një masë jashtëzakonshme lekësh? E di në shqiptar që ku vajtin këto lekë? Po mungesë transparence, si do të argumentojnë? Le të na tregojë llogarinë Rama, si do çojë rrogat pensione 400-500, ku do i marr lekët? Si do rris rrogat? Si çan mbi bazë njëri, ku ka garanci Rama? Sektorin privat do të urdhëroj? Si do e bëj? Na tregoj rrugën si do e bëj. Gjithashtu edhe asnjë s'ka pyet nuk pyesin shqiptarët. Kur vi punon në fushat elektorale premton nga fillimi, bëhet ndrat para beson vetë gënjeshtrën edhe shqiptarët mirë votën, ja dhan votën, bravo i qoftë Ramës, si marrë shqiptarët, tanë shqiptarët rrinë me gishtë në gojë. Po problemi është se unë besoj që, dhe jo vetëm unë, se unë nuk jam ekspert ekonomie, po me aq sa kam folur, ka nevojë për rritje rrogash dhe pensionesh, për rritjen e standardit të jetesës. Shqipëria nuk është një vend me të ardhurat dhe me një standard të lartë jetese, dhe kjo del në të gjitha klasifikimet ndërkombëtare, apo jo? Klasifikimi ndërkombëtar nuk besojnë që në real, sepse klasifikimi ndërkombëtare ato nuk vinë Shqipëri për të parë realisht se ta vetë kush punon, sa punojnë nxehtë, sa paguajnë taksa. Organizatat ndërkombëtare shikojnë se çfarë deklaron qeveria shqiptare. Në fund është statistike. Nëse Instituti i Statistikave i Shqipërisë nuk e përfshin brenda, ç'do bëjnë ato ndërkombëtarët? Do vinë të na shikojnë në përshpia sa vetimi, sa kemi rrogën, sa punojnë nxehtë, sa blen. Kështu që shteti nuk është i sinqert me qytetarët e tij dhe qytetarët janë të sinqert me shtetin. Kështu që është komplet normale. Nuk besoj që Shqipëria ka nivel kaq të lartë sa është në statistikat, sepse do të ketë një bazë, do të kesh një shifër, do të kesh një statistikë reale. Në Shqipëri punohet shumë nxehtë, shitet, blihet, vjen para shumë nxehtë. Fakti që një nga pikat që po përmend si jashtë radhë është që ne për shembull në Ngrim jemi të vjedhur dhe stërvjedhur. Jemi të vjedhur 1/3 e djersës tonë. Ne vim në Shqipëri, euro ishte 1400 lekë. Dikur, të vjetra në përpara tani paguajmë, marrim 960 lekë për këto për një herë që sjellim. Kështu që pse nuk jemi të vjedhur në diaspora? Sigurisht jemi të vjedhur. Një nga pikat. Por dhe pensionisti, je i punësuar në shtet, je i siguruar, i këtë doktori, provoje nëse të viziton doktori që ke siguracion, s'të pyet njëri fare. Kështu që këto nuk i dinë ato statistika ndonjëherë nuk i dinë fakt realisht se si është puna jonë. Dhe ne shqiptarë nuk është e dim tamam se sa lekë kemi si popull. Se si kemi lekët në bankë, kemi pallati, kemi në dorë, bëjmë tregti, shitje, blerje që shka bëhet në dorë. Prandaj më vjen keq me diellën që Shqipëria është e para Shqipëria s'do ta përmend diellën fare. Nuk ka drejt ta përmend diell as digitalizimin, se Shqipëria është pa digitalizuar fare. Mos shikon Facebook, Instagram këto që kanë organizatat edhe kompanitë botërore kineze dhe amerikane që ne i përdorim në dorë, kemi një iPhone në dorë dhe themi po jemi teknologji, jo s'kemi lloj teknologji fare. Sa shqiptarë kanë paguajnë online. Gjithçka kështu nuk ka dhe terminale për të paguar online. Shikoj, kam parë shpesh që vinë turistë në Shqipëri për bler gjëra, ja shumica turistëve tuaj vinë me kartë. Duan të paguajnë, kanë parë që duan të blenin dhurata, çonin në vendet e tyre, nuk e blen dot, sepse ai thoshte only cash please. Ai thoshte shiko, po të kishte kartë, po të kishte terminal, unë paguaj me kartë, blej shumë gjëra e paguajnë. Pse nuk e bën tregtarit? Sepse po paguhet me kartë, fitimi deklarimi shkon në bankë. Më thonë, janë gjëra minimale, prandaj dhe Shqipëria teknologjia. Nga ana tjetër, kryeministri edhe ka premtuar që do të ketë një amnisti fiskale, një paqe fiskale me bizneset, sidomos me biznesin e vogël, ku do të falen borxhet e 10 viteve. Po kjo duket si një premtim i përsëritur dhe një premtim elektoral. Kush e beson e ka fajin vetë.
Kështu që më vjen keq them, po është fajtor ai që e beson. Më thonë, Qartë. ka një shprehje popullore Përgjigjja ishte shumë e qartë, po. Me gënjeve një herë të vrap Zoti, me ngrihet më gënje për herë dytë fal Zotit, sepse unë e di që gënjem, kështu që ne kemi fajin vet. Qartë. Do të flasim edhe për një çështje të fundit që është opozita, se do duhet të ishte një alternativë politike ndaj të gjitha këtyre që ju kritikoni. Si mendoni ju se ka nisur opozita mandatin e 4? Kemi parasysh seancat pas konstituimit kuvendit, ku u bë debat për komisionet parlamentare, dhe komisionet parlamentare janë miratuar 11 komisione parlamentare, 4 prej cilave i udhëheq opozita, 7 i udhëheq majoranca, sigurisht ato më të rëndësishmet i udhëheq majoranca, sigurisht opozita ka qenë kundër heqjes që ju bë të komisionit të integrimit, i cili u bashkua me komisionin e punëve të jashtme dhe e drejton majoranca. Nga ana tjetër kemi seancën e votbesimit qeverisë, ku për shkak të një provokimi sipas opozitës që ju bë me diellën, u prishë gjithë seanca dhe zgjati vetëm 24 minuta, ku do duhet që të kishim dëgjuar programin e qeverisë, dhe nuk e dëgjuam dot. Dhe në vijim, si e shihni ju opozitarizmin në këtë fillim të mandatit 4? Unë do të filloj me këtë. Në gjermanisht ka një shprehje: Das Kind ist schon im Brunnen gefallen, që për kthyer në shqip do thotë që fëmia ka rënë tashmë në pus për Partinë Demokratike. Fakti që Partia Demokratike ndodhet në këtë gjendje nuk është kështu komplet pa shkak. Dem tani kam kritikuar për Ramën për këtë, mund bësh shumë qefi që Shqipëria rresë përpara të futën në Bashkimin Evropian sa më shpejt, por ai që kritikon duhet të di dhe të jap alternativa, do të jap dhe zgjidhje, mundësi tjera. Nuk është kritikosh, se çash është gjë më kollaj. Çdo njeri mund ta bëjë nga divani, por njerëzit duhet vrasin më shumë dhe për të krijuar dhe alternativa. Dhe këto alternativa për t'i dhënë është detyra e opozitës. Por që të japësh alternativat në radhë parë duhet lënë të flasësh. Nëse ty të kapin për gjë, nuk lëm flasësh, çfarë alternative do japësh? Kjo që ndodhi në Parlamentin shqiptar është faktikisht tupshme për një shtet serioz, për një parlament serioz. Atë që bëri që duke mos lënë, duke diskutuar, më thonë, është një lloj si kur ishim fëmijë dhe luanim top. Shkonin për të bërë gol, e kapte topin ai, thosh topi është imi, do ta gjuni parë ose do ta mbaj. Kështu bën dhe Rama tani, kështu një fëmini, një sjellje shumë banale më duket mua, që kryeministri i thot deputetëve, shiko, pushoni ose do ja kaloj do hedh në votim. Po kush je ti? Si thua 100 ca burrave deputetë thua pushoni se do bëj këtë. Kështu që edhe avatari i tij në atë, okay, tha kryeministri, avatari tha ka në parlament, ka në votim dhe mbaroi puna. Kuvendi ka një rregullore. Kjo është shkelja e ligjit faktikisht, kjo është shkelja e pasur e ligjit, rregullores kuvendit. Për këtë nuk është se do ketë një sukses, nëse qeveria, Partia Demokratike mendon që ta ankimojnë në gjykatën kushtetuese. Po, në fakt, edhe këtë dhe vetë zotin Peleshi. Është një show politik si po ndërmarrin diçka. Por realisht Partia Demokratike vetëm mundësi që ka, një mjet komunikimi që ka, është pjesëmarrja në komisionet parlamentare. Aty mund nglet zërin, aty mund t'jap ide, aty mund propozoj zgjidhje. Kështu që këtë duhet ta bëj se s'bën. Ikja nga parlamenti, bërtitja, zhurma në parlament është kontraproduktive. Këtë s'duhet ta bëj PD-ja kurrë. Duhet këtë zënë mend faktikisht me gjithë këtë vit që kalon, sepse njerëzit, shqiptarët e thjesht nuk e duan më këtë. Më në fund duhet ta besoj Partia Demokratike, duhet ta kuptoj që shqiptarët nuk duan grindje, nuk duan zënje, nuk duan shtymje, por nuk është sukses shtyhesh me një dikë tjetër. Tani thash që fëmia ka rënë në pus, tani vetëm zgjidhja është që për ta nxjerrë këtë formë që duhet dalë diskutosh, t'jap zgjidhje, t'japësh alternativa, t'jesh i besueshëm, të kesh mundësi të lidhesh me elektoratin, shkosh te qytetari më i thjeshtë, zgjedhës më i thjeshtë, ti tregosh popullit, o popull, unë po punoj. Ndodhin këto kushte, s'ka ndërsi se ja sirrit ndër tani, ndodhin këto kushte dhe unë po punoj për të mirën tuaj, për qytetarin, për zgjedhësin, për këtë. Për kaq kohë që nuk e bezbin dot, Partia Demokratike të vazhdoi të jetë kështu në minorancë. Çfarë do bëjmë tani? Unë kam një pyetje në këtë sens për opozitarizmin. Në këndvështrimin tuaj, problemet që opozita, Partia Demokratike, si partia më e madhe në opozit, artikulon, janë probleme të qytetarëve më shumë, apo probleme dhe halle të vetat? Pra të përbërësve të saj, të kreut të saj, çfarë rëndësie ka? Si e gjykoni? Për mendimin tim, ka një vlerësim të
kundërt të babarabartë. Për mendimin tim qytetari është inteligjent. Politikani mendon që po ja pret kostumin qytetarit, por faktikisht është e kundërta. Qytetari po ja pret kostumin politikanit. Dhe deri tani njerëzit ose politikanë çfarë shkon mendja, atë që është më lehtë për t'u arritur ose për ta bërë edhe e bën dhe nuk kanë kontakt. Ndoj deri tani me fakti që Partia Demokratike ka vite pushtet tregon që Partia Demokratike nuk ka mundur ta zgjidhë atë çelësin, kodin e qytetarit. Besoj që deri tani nuk është se ka menduar për qytetarin, po të mendon për qytetarin edhe të binte qytetar pas gjithë atë këqijave ose këtyre që po ndodhin tani. Besoj që qytetarët janë shumë inteligjent dhe ndryshojnë të japin votën, por qytetarët nuk duhen ndrojnë hajdutet, nuk duhen të ndrojnë arrogantët. Këtë duhet ta dinë dhe opozita, dhe është në dorën e opozitës, tani ka kohë mjaftueshëm për të menduar, për të rimenduar, për të gjetur njerëz të duhur, sepse politika nuk bëhet pa njerëz. Nëse dikush vjen në parlament për të marrë rroga, për të rregulluar biznesin e tij, më vjen keq, po kjo është qëllimi i qytetarit, kështu që kjo ka traditë në Shqipëri, kështu që si në Partinë Socialiste, si në Partinë Demokratike, që njerëzit hyjnë për të rregulluar njëri tjetrin, për të rregulluar partinë. Prandaj jemi këtu, jemi një vend i vogël, njohim secili njëri njeh tjetrin, për 10 minuta mund gjë këtë duar Shqipëri se t'ja gjesh lidhjen, kështu që kështu funksionon Shqipëria dhe duhen njerëz me një mentalitet shtetbërës, duhen njerëz serioz, njerëz që duan vendin. E kam përsëritur disa herë, duhet vi njerëz që e duan me të vërtetë, janë njerëz përgatitur, njerëz nuk mendojnë vetëm për veten e tyre. Nuk vinë për të marrë një rrogë ose për të bërë biznes, për të krijuar lidhje, për të krijuar kapital politik. Fakti që pas zgjedhjeve deputeti sta ngrej me telefonin, s'pyet mos e mbaroi punën ti për 4 vjet. Kjo e kemi fajin ne që e besojmë, sepse neve na ka ndodhur ka 30 vjet që na ndodh kjo që politikanë sa po të marr votën, ikën e ne prapë themi që jo kur vjen gjithë e punë t'jap votën, bëj këtë, bëj atë, bëj rrugën, bëj mbjep ujë. Ku ke ujë në 30 vjet, pas 30 vjet flasim prapë për ujë. Rama premton ujë që qartë. Ike masive shqiptarëve, mungesa drejtave deputetëve në radhë parë. Çfarë do të zgjidh mua deputeti në fshatin tim, në vendin tim, në problemin tim, kur nuk zgjidhet problemin e tij që ka në parlament. Nuk mungon ndjenja e kompromisit, qasja pozitive ndaj njëri tjetrit. Kryetarët e komision do të ulin me njëri tjetrin, që një kompromis, ta ulin tensionin, sepse me tension e kanë parë që 30 vjet nuk është bërë asgjë fare. Zhvillimi që ka Shqipëria nuk është merit e politikanëve fare. Është thjesht sektori privat që ka punuar. Në herë i drejtuar, në herë pa drejtim, në drejtim munguar, në herë me konkurrencë, në herë me pa konkurrencë. Kështu që këtu jemi sepse ne nuk kemi atë mendsinë e shtetbërjes. Edhe ato që janë në parlament, fakti që kanë filluar të bërtitën, zihen ose ta mohon drejtën komplet që të flasësh, nuk është zhvillim. Shëndaj thirrje e Zotit Rama dhe mazhorancës të ul arrogancën, të ul atë mendje madhsinë, sepse këtë që ka rritë këtu në Bashkimin Evropian nuk futesh fare, s'ke shans futesh me këtë qasje, me këtë sjellje, me këtë mungesë të drejtës së pronës, drejtës fjalës në parlament. Fundit Europa është e zënë, kemi diskutuar edhe herë tjera, Europa është e zënë me punët e saj, kështu që nuk na ka ngend, na dëgjojmë se ç'bën në Shqipëri, se si zgjidhemi kur ne jemi ato që i krijojmë problemin, por ne do t'i zgjidhim prapë me njëri tjetrin, s'kemi nga shkojmë. Fakti që 30 vjet zihen, ngrihen dhe prapë janë me njëri tjetrin, do t'i thrasin arsyes faktikisht.